Ekzekutimi publik në vendin më të sigurt të shtetit aeroport në Rinasit është vepër e pa diskutueshme e eksponentëve të krimit të lidhur, si mishi me thojnë, me qeveritarët shqiptarë. Breshrit e Kalashikovit dhe pistoletës që u shkrehen mbi trupin e Danit dhe Shaljanit, vetëm pak minuta para apo pas se të kalon të një delegacion i cili shoqëroi me eskort policie, dëshmon shkallën e pasigurisë ekstreme që ekziston në këtë vend, në çdo skajnë, në çdo qoshe. Por unë rikthehem kësaj çështje për një faktor tjetër, që mediat po e mohojnë, po e censurojnë. Muç Shaljani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushat elektorale i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Dhe kjo është e faktuar dhe e dokumentuar. Muç Shaljani është angazhuar me të gjithë bandën dhe paratë e tij të krimit në blerje votash për ministrin Hoxhaj, apo Hoxha e ka këse ka Hoxha, dhe në mbështetje të tij. Shaljani është antar aktiv i bandës, i të njëjtës bandë me Dani. Me njërin nga vëllezërit e tij. Ai ka pasuri të mëdha të vendosura që të gjitha nga droga, gjobat dhe rishfetet. Shaljani u fut në radhët e policisë nga Hoxha, pas misionit të suksesshëm në vjedhjen e votave. Hoxha nuk ka folur për ushtarin e tij, që e futin radhët e policisë, vetëm që të mund të përdorte uniformën e policisë për trafiqe.